U zum për hatër dikuj tjetër. Okej. Ai tjetri u tërhoq u ngela në atë problem, vazhduan problemet dhe e mbajtëm për kaq vite. Për shumë vite, për shumë 11 vjet. Dhe ju bënit këngë edhe u zinim, edhe jemi zënë. Edhe ju kemi gjujt, edhe më kanë gjujt. Duhet theksu kjo. Po. Dhe pastaj si u sheshuat? Pastaj sheshohet avash muhabeti, hyn njerëz, ne kemi pasur gjithmonë shoqëri përbashkët dhe kur kemi qenë keq mes njëri tjetrit. Domethënë ka qenë shoqëria që ju bashkoi. Edhe shoqëria, po, pastaj u mblodhen njerëzit, shiko se këta dy i zënaf. Edhe morën vendimet, unë nga shoqëria ime, edhe ai nga shoqëria vet. Po çfarë ndodhi? Të gjithë ishin dakord që ne të pajtoheshim. Dhe në moment që u pajtuam dhe ne u afruam shumë, bëm dhe hitin ndërkombëtar që sot ka mbi 60 milion klikime. Aty pasaj na erdhën armiq më shumë, si mua dhe atit. Edhe nga shoqëritë tona. Po armiq pse? Armiq sepse nuk e akceptuan pastaj atë dashurinë mes njëri tjetrit, respektin kur u takonim, kur bënim muzikë, koncerte bashkë. Pastaj na u kthyn gjithë kundra. Dhe aktualisht i kemi kundra dhe prap nuk e kemi problem. Se për ne janë qime floku këta kundërshtarët. Zilia pas ka qenë një gjë shumë e keqe. Shumë e keqe, vërtet. Dhe kur ka zili me shoqësh është një luftë shumë e ashpër.